Ti shka në shtëpi, të ka nana, sidomos isha ndala njës të nanat që e kanë fëmijën e parë. Sa duken sfiduse si procese këto? Po zakonisht na, do me thonë, kontaktin me nanat e bajmë në shtëpi, se edhe punën e kemi të tillë në teren, edhe është shumë e veçantë vizita e parë të nanat që bëhen nana për herën e parë. Në momentin kur hin dhomë të ato nana, mënyra që ato të këshyrin, sikur po dojnë me thonë hajde shumë mirë që ke ardhë, edhe ke ardhë po na ndihmon diçka. Mandej e shumë procesin se si po shkon gjithanja, e praktikojmë bashk, e këshillojmë kontaktin lëkur për lëkur, që është shumë e rëndësishme edhe për lidhjen emocionale, por edhe për rrjedhjen e qumshtit, edhe vizita e parë te këto nana që bëhen nana për herën e parë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që mi fillu ato hapat e para, se zakonisht nana që kanë lindjen e dytë e tretë, e kanë një farë vetbesimi, ose kanë dëgju ndoshta edhe prej më herët, ose përvoja atyne. Mirë po të nana që janë për herën e parë, ato gojen e këshirën se çka ju thojmë, edhe mundohemi që t'jemi sa më të afërta me to, edhe besoj që puna në shtëpi që e bajmë, vizita në shtëpi na mundson që t'jemi më të afër me to, edhe ato folin lirshëm me neve,